lidhje me nduthoqë. Nëse cilin politikan e respektoj edhe me nduthoqin si politikan, si kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Pse respektoj edhe pse mund takohem me politikanët e juve, jam taku me nduthoqin, jam taku me Ali Ahmetin, takona me gjithë politikanët, nuk do të thotë që unë jam kuklla e politikanëve. Roli jem është krejtësisht diçka tjetër. Roli jem është konstant i pandryshueshëm prej se kur marr frymë. Por nuk mundet dikush me dalë që jeton në Maqedoni, që i ka shfrytzuar gjitha beneficionet, gjitha të mirat i ka shfrytzuar ty shtetet dhe me dalë me thonë, ma shqiptarë se sot Tim Shkupi që nuk e ka një ditë punë Maqedoni, dhe si Tim Shkupi që janë pa punë dhe janë detyruar me ikë nga vendi ku kanë lind koplot, pikërisht për shkak të këtyre zëzorëve. Unë pse stoj tani menduj, se ne kuptoj loja si çka të ndodh. Unë njoh menduin që nga fillimi i viteve të 90-ta, i cili ka qenë një ndër shkaktarët kryesor që e ka shkatërruar dhe i ka mshu pas shpinë organizimit të parë politik shqiptar, proceseve të para shqiptare që kanë qenë shumë natyrshme mu zhvilluar në Maqedoni, në emën të adetarisë. Dhe të gjithë të tjerët që dhanë kontributin shumë të madh për çështjen shqiptare, nga ky politikan janë akuzuar për gjëra që as në ndër ato si kanë po.